Abdullah ibn Abbasi. Ai është djalosh I pjekur, ka gjuhë dhe stil të të pyeturit, zemër dhe mend. Omer ibnul Khattab. Ky shok I shquar I pejgamberit alayhis salam ishte tejet madhështor nga pikpamja e sjelljes. Ati nuk I kaloi gjë pa punuar. Ati ju shtua namin në mesin e shokëve të pejgamberit alayhis salam, e sikur të lindte pak më vonë, ai nuk do të kishte nderin të jetë në shoqërinë e të dërguarit të Allahut. Njeri I një farefisi me nam, ky është djali I Xhaxhait, pejgamberit alayhis salam. Gëzonte nam për dituri se ishte dietar I vyeshëm I umetit të Muhamedit alayhis salam dhe burimi I pashtershëm I dijes së tij. Gëzonte nam për devotshmërinë që kishte. Ai shpeshherë agjeronte ditën dhe rinte zgjuar natën, duke u falur. Kërkonte t'ia falë Allahu gabimet gjersa vinte agu I mëngjesit. Qante nga frika e Zotit gjersa I shkonin lotët në përfaqe. Ai është Abdullah ibn Abbasi. Dietar, njohës I Zotit dhe I umetit të Muhamedit, I cili më së miri e njihte librin e Allahut dhe më së miri zotronte komentimin e tij. Më I afti për të depërtuar në kuptimin e thellë të tij dhe njohës I objektivave dhe fshehtësive të tij. Ibn Abbasi u lind 3 vjet para hijretit shpërnguljes së muslimanëve nga Mekka në Medinë. Kur vdiq pejgamberi alayhis salam, ai ishte vetëm 13 vjeç. Megjithatë, ai ka mbajtur mend 1660 hadithe të Muhamedit alayhis salam për t'u treguar ato muslimanëve, të cilat I vërtetojnë Buhariu dhe Muslimi në koleksionet e tyre. Kur e lindi, e ama e çoi te pejgamberi I Allahut, I cili e fërkoi me jargët e tij. Ajo që hyri më së pari në gojën e tij ishte jarga e pastër e pejgamberit bekuar. Me atë ai u frymëzua për adhurime urtësi, siç thot fjala e Allahut. Ai që pajiset me urtësi, ai është pajisur me shumë të mira. Se ju hoq amuletit djalushit, hashimit dhe hyri në moshën 7 vjeçare, ai zuri ta shoqëronte pejgamberin e Allahut me një shoqërim të ngushtë, musi syri me syrin. Djaloshi ja përgatiste ujin për abdest pejgamberit alayhis salam kur ai e kishte ndërmend të merrte abdest. Falej pas tij kur ai falej dhe ulej prapa tij kur vendoste të udhtonte, gjersa u bë si hije e trupit të tij. Ai qepej pas kudo që shkonte pejgamberi alayhis salam. Gjatë asaj kohe kishte zemër dhe ndërgjegje të pastër dhe me vete mbante të gjitha mjetet për të shënuar, thanje apo porositë e tij. Ai rëfen për vete dhe thot: I dërguari I Allahut një ditë po përgatitej për të marrë abdest. Unë ja përgatita ujin me të shpejt, aq sa munda, e ai u gëzua për këtë veprimin tim. Kur po bëhe gati për të falur, më dha shenjë që të qëndroja afër tij. Kur mbaroi faljen, ai ma bëri me dorë dhe më tha: Kush ta ndaloi që të jesh afër meje, o robi I Allahut? E unë I thash: Ti je më I madhëruar të të shikoj karshi dhe më I dashur se sa t'jem krah për krah me ty, o I dërguar I Allahut. Ai ngriti duar drejt qiellit dhe tha: O Zot, dhuroj urtësi këtij fëmijë. Allahu ju përgjigj lutjes pejgamberit të tij dhe djaloshit I dhuroi urtësi që ate I kaloi njerëzve më të urtë. S'ka dyshim se dëshironi dini disa qëndrime të urtësisë Abdullah ibn Abbasit. Ja pra, po ju sjellim një qëndrim e besojmë se ai do të mjaftojë. Kur disa shokë të Aliut u larguan nga radhët e tij dhe e lanë të vetmuar në konfliktin në mes tij dhe Muawiut, atëre Abdullahu I tha Aliut: Më lejo mua o prijesi muslimanëve që të kontaktoj me popullin dhe t'u flas. Ai më tha: Unë po friksohem prej tyre për fatin tënd. Jo, kurse si mos u frikso në emër të Zotit. Pastaj ai shkoi tek ata dhe kur nuk kishte parë njerëz më të angazhuar në ibadet se ata. Ata I thanë: Mirë se vjen o Ibn Abbas,
çfarë të solli ty këtu? Kam ardhur për të biseduar me ju, tha ai. Disa prej tyre thanë, mos i flisni. Disa të tjerë shtuan, fol të dëgjojmë, shtua. Ai tha, më tregoni se çka nuk ju pëlqen nga biri i xhaxhait pejgamberit Allah, burri të bijës së tij dhe i pari që i besoi atij. Ata thanë, jemi të zëmëruar me të për shkak të këtyre 3 çështjeve. E para, ai ka caktuar njerëz arbitrar në fenë e Allahut. E dyta, ai e luftoi Aishën me Muawiun dhe nuk i ka marrë prej lufte e as robër. E treta, ai e ka shlyer titullin prijës i besimtarve edhe pse muslimanët ja kanë dhënë betimin dhe e kanë njohur për prijës të tyre. Ai tha, çfarë mendoni nëse ju rikujtoj diçka dhe ju citoj nga libri i Allahut dhe nga hadithet e pejgamberit alayhis salam, të cilin nuk duhet ta hidhni poshtë, a do të hiqni dorë nga qëndrimi juaj? Ata thanë, po. Ai tha, sa i përket fjalës suaj se ai ka emëruar sundues arbitrar në fenë e Allahut, po ju tregoj se Allahu i lartmadhëruar në Kur'an thot, mos mbytni gjahun duke qenë ju në ihram. E kush e mbyt atë me qëllim, atëherë dënohet që në kafshë shtëpiake të ngjashme ta falë ose të kompensohet vlera e saj. Po ju përbim me Allahun se a është më e rëndësishme që njerëzit ruajnë gjakun dhe jetën e tyre duke u pajtuar me njëri tjetrin, apo të shprehin mendimin e tyre për një lepur, vlera e cilit është 1/4 e dirhemit? Ata thanë, jo, më e rëndësishme është ruajtja e gjakut të muslimanëve dhe pajtimi mes tyre. Ai pyeti, a u morëm vesh për këtë çështje? Ata thonë, për Zotin po. Ai vazhdoi, sa i përket fjalës tuaj se Aliu ka luftuar dhe nuk i ka marrë robreshat e luftës, siç ka vepruar pejgamberi i Allahut, unë ju pyes nëse dëshironi të merrni rob lufte nënën tuaj Aishën dhe ta trajtoni atë siç trajtohen robreshat e luftës. Nëse thoni po, atëherë ju jeni pa besimtar. Por nëse thoni se ajo nuk është nëna juaj, ju prap jeni pa besimtar. Se Allahu i lartmadhëruar thot, pejgamberi është më i afërt dhe më i respektuar se vetë besimtarët, farefisi i gjakut, ndërsa gratë e tij janë në vend të nënave të tyre për misionin dhe përgjegjësinë e tyre që kanë si nëna të besimtarëve. Pra, ju merreni këtë si të doni. Pastaj tha, a mbaruam gjithashtu edhe me këtë çështje? Ata thanë, për Allahun po. Ai vazhdoi, sa i përket fjalës tuaj, se Aliu vetë e ka anulluar titullin e prisit besimtarve, po ju tregoj se kur pejgamberi i Allahut kërkoi nga politeistët në ditën e Ubejdijes që ta shkruajnë në marrëveshje paqësore që arritën tekstin, për këtë çështje jemi marrë vesh me Muhamedin të dërguarin e Allahut, ata thanë, po të besonim se ti je i dërguari i Allahut, nuk do të pengonim nga qabja e as nuk do të luftonim, por shkruaj tekstin Muhamedi i biri i Abdullahut. Ai lëshoi pe në kërkesën e tyre dhe u tha, për Allahun, unë jam i dërguari i Allahut edhe pse ju më përgënjeshtroni. A përfunduam edhe me këtë? I pyeti ata Abdullahu. Për Allahun po, ja kthyen ata. Si rezultat i këtij takimi, në të cilin Abdullah ibn Abbas demonstroi urtësi të rrallë, ishte kthimi i 20.000 pjesëtarëve të larguar nga radhët e Aliut. 4.000 të tjerë këmbgulën që të qëndrojnë në armiqësi ndaj tij, në shenjë mërie dhe mos pajtimi me të vërtetën. Djaloshi Abdullah ibn Abbasi kishte trasuar çdo rrugë të dijes dhe kishte bërë çmos për të pajisur me dituri. Ai vazhdoi të pijë nga uji i pashtershëm i pejgamberit të Allahut, sa ishte ai gjallë. Kur i dërguari i Allahut ndroi jetë, ai u drejtua nga dietarët e tjerë sahabë dhe zuri të marrë dije prej tyre, nga rrëfimi i tij në vetën e parë.
Kur më arrinte ndonjë hadith të ndonjëri prej sahabëve të dërguarit të Allahut, unë shkoja te dera e shtëpisë atij njeriu në kohën e gjumit, në mesditë, dhe mbështetesha në xhelabin time në pragun e shtëpisë tij. Aty era më hidh dhe plur vazhdimisht. Sikur të dëshiroja të merrja leje për të hyrë brenda, ai do të më lejonte. Pritjen e bëja me qëllim që ta kënaqja atë. Kur ai dilte nga shtëpia e më shikte në këtë gjendje, më thoshte: "O biri i xhaxhait të pejgamberit, çka ka sjellur ty këtu? Përse nuk e dërguar dikë që të vite ku?" E unë i thoja se kam arsyetim përse kam ardhur te ti, se dija kërkohet dhe nuk vjen vetvetiu. Më pas e pyesja për një hadith. Ashtu siç Ibn Abasi i përkushtohej kërkimit të diturisë, po ashtu e çmonte vlerën e dietarëve. Ja ku është Zeid ibn Thabiti, regjistruesi i vahjit shpalljes, janë lënduar këmbë duke ecur tepër, dhe përgjës i banorëve të Medinës në jurisprudencë, fikh, kiraet dhe feraidin, trashëgimi, që po bëhe gati për të hipur mbi një kafsh, ku para ti del djaloshi Hashimi, Abdullah ibn Abasi, siç qëndron robi para zotëriut vet, e kap frerin dhe niset me deven e tij. Zeidi i tha: "Lëre atë, o biri i xhaxhait pejgamberit Allahut. Kështu jemi urdhëruar të sillemi me dietarët tanë", ja ktheu Ibn Abbasit. Atëherë Zeidi i tha: "Më trego dorën tënde të tash." Ibn Abbasi ja afroi dorën e vet. Ai u përkul mbi dorën e tij, e puthi dhe i tha: "Kështu jemi urdhëruar të sillemi me pjesëtarët e familjes së pejgamberit tonë." Ibn Abbasi ju dha me përkushtim kërkimit të diturisë derisa arriti një diapazon të gjerë të dijes, me të cilin i mahniti dietarët e mëdhenj. Lidhur me të, Mesruk ibn el-Ejde, njëri nga bashkoanikët e sahabëve të pejgamberit, ka thënë: "Kur e shikoja Ibn Abbasin, thoja me vete, njeriu më i bukur. Kur fliste, thoja, ky është njeri që flet me një gjuhë elokuente dhe qenë ka shumë i ditur." Kur Ibn Abbasi u pajis me dituri aq sa lakmonte, ai u bë mësues i shquar dhe filloi t'i mësoi njerëz. Shtëpia e tij u bë universiteti musliman. U bë universitet me plot kuptimin e fjalës që ka në kohën e sotme. I gjithë dallimi në mes të universitetit të Ibn Abbasit dhe universiteteve tona është se në universitetet tona grumbullohen 10 profesor e ndonjëherë edhe qindra syresh, kurse ai, sa i përket universitetit të Ibn Abbasit, ai funksiononte me një profesor të vetëm. E ai ishte Ibn Abbasi. Njëri prej sahabëve të tij thotë: "Kam marrë pjesë në një tubim të Ibn Abbasit dhe ma merr mendje se tubimet e tij do të ishin krenari për të gjithë Kurejshët. Kam parë njerëz që tuboheshin në rrugë, që shpinin në shtëpinë e tij, ndërsa ato ishin të ngushta për t'i pranuar gjithë ata njerëz dhe nuk kishin nga të kalonin. Hyra në shtëpinë e tij dhe njoftova se ishin tubuar njerëz te dera e tij. E ai më tha: "Si luin të marr abdest." Ai mori abdest dhe shtoi: "Dile thuaju se kush dëshiron të pyes për Kuranin dhe shkronjët e tij, le të hyj." Unë dole dhe u thash njerëzve për atë që më porositi. Ata filluan të hyjnë brenda, derisa u mbushe tërë shtëpia me njerëz. Asnjë pyetje nuk mbeti pa përgjigje. Ai u përgjigj ashtu siç shtroheshin pyetjet, madje edhe më hollësisht. Pastaj u tha: "Lirojuni rrugën vëllezërve tuaj." Ata dolën për jashtë. Pastaj më tha: "Dile thuaju se kush dëshiron të pyes për tefsirin, komentimin e Kuranit dhe shpjegimet rreth tij, le të hyj." Dola dhe u thash ashtu siç më urdhëroi. Ata hyn gjesa u mbushe të roda dhe shtëpia.
Asnjë pyetje nuk mbeti pa përgjigje, ashtu siç i shtroheshin atij, madje edhe mohollësisht. Pastaj tha: "Dile u thuaj se kush dëshiron të pyes për gjërat e lejuara, halal dhe të pa lejuarat, haram në Islam dhe për jurisprudencën islame, le të hyj." Dole dhe u thash. Ata zunë të hyjnë derisa u mbush tërë shtëpia. Nuk mbeti asnjë pyetje pa përgjigje. Ai u përgjigj atyre ashtu siç e pyetën, pastaj u tha: "Lirojuni rrugën vëllezërve tuaj", dhe ata dolën nga shtëpia. Ai më tha: "Dil dhe u thuaj se kush dëshiron të pyes për të drejtën e trashëgimisë, farajdin dhe çështjet e ngjashme me to, le të hyj." Dola dhe u thash ashtu siç më tha ai. Ata zunë të hyjnë brenda derisa u mbushet tërë shtëpia. Asnjë pyetje nuk mbeti pa përgjigje. Pastaj u tha: "Lirojini rrugën vëllezërve tuaj." E pastaj më tha: "Dil dhe u thuaj se kush dëshiron të më pyes në gjuhën arabe, poezinë dhe fjalët e panjohura arabe, le të hyjë brenda." Të interesuarit për këtë çështje zunë të hyjnë brenda derisa u mbushet tërë shtëpia. Asnjë pyetje nuk mbeti pa përgjigje. Transmetuesi i këtij tregimi thotë: "Sikur i tërë fisi Kurejsh të mburrej me të, do të ishte një nam i madh për të." Ibn Abasi, paqja e Allahut qoftë mbi të, e kishte parë të arsyeshme që njohuritë e ndryshme t'u mësojë njerëzve në ditë të caktuara, në mënyrë që të mos bëhet tollovi e ngjashme siç bëhej kohë më parë. Një ditë në javë vendosi të merrej vetëm me komentimin e Kuranit. Një ditë merrej me jurisprudencën islam. Një ditë merrej me studimin e betejeve të dërguarit Allah. Një ditë merrej me poezi. Një ditë merrej me evokimin e ditëve të mëdha të arabëve. Kur nuk është ulur pranë tij ndonjë dietar, e të mos ta ketë dëgjuar atë me vëmendje të veçantë. Kur ndonjë njeri e pyeste për ndonjë çështje, kur nuk ndaj prej tij pa mësuar diçka të re. Në saj të dijes dhe aftësisë së tij për jurisprudencën islame, Ibn Abasi arriti të bëhej këshilltar i hulifaj Rashidinëve, edhe pse ishte në moshë të re. Kur i drejtoheshin njerëzit për zgjidhjen e ndonjë problemi apo për ndonjë çështje të vështirë, Ibn Hatabi i ftonte sahabët e vjetër dhe të avancuarit në dije dhe krahas tyre e ftonte dhe Abdullah ibn Abasi. Kur shkonte Ibn Abasi e nderonte atë dhe e afronte në tubimin e vet dhe i thoshte: "Po na mundon një problem i vështirë. Ky dhe problemet e ngjashme janë për ty që t'i zgjidhësh." Ai, Ibn Hatabi, u qortua nga masa për respektin që i bëri djaloshit dhe për futjen në radhë me dietarëve me që ishte ende i ri. Lidhur me këtë, ai tha: "Ky është djalosh i pjekur, di të flas mirë, të pyes dhe ka zemër të artë." Megjithse Ibn Abasi ju përkushtua në veçanti mësimit dhe aftësimit të njerëzve, ai nuk haroi detyrimin ndaj masës së gjerë. Prandaj organizonte tubime në të cilat mbante ligjërata dhe jepte këshill. Në ligjëratat e tij vihej në dukje fjala e tij prej oratorit drejtuar atyre që bëjnë gabime: "O ti që bën gabim, mos mendo se do të shpëtosh nga dënimi për gabimin tënd. Dije se pasojat e gabimit janë më të mëdha se sa vetë gabimi që e ke bërë. Vërtet, mos turpërimi nga ata angjëj që ke në krahun e djavit të majt kur ti bën gabim, nuk është as pak mëkat më i vogël se gabimi që bën. Vërtet ti qesh kur bën gabim, por ti nuk e di se çfarë do të sjellë Allahu më rënd se vetë gabimi që ke bërë. Gëzimi yt për gabimin e bërë në çastin kur e bën është mëkati më i madh se sa vetë gabimi që ke bërë. Vërtet, dëshpërimi yt për gabimin kur të shpëton pa e bërë është më i rëndë se vetë gabimi. Vërtet ke frikë nga era kur ta zbulon fshehtësinë, ndërsa ti po bën gabim me qenien tënde dhe nuk të tronditet zemra nga shikimi i Allahut. Gabim ky më i rëndë se gabimi i bërë.
A e di se cili është gabimi i Ejubit a.s. kur Allahu e vuri në sprov me trupin, shëndetin dhe mallin e tij? Mëkati i tij ishte se një i gjorë kërkoi ndihmë tek ai për ta këshilluar se si ti hiqet për drejtësia dhe nuk e qau kokën për ta. Ibn Abasi nuk ishte prej atyre njerëzve që flasin për ato vepra të cilat nuk i bëjnë, dhe as prej atyre njerëzve që andalojnë të tjerëve veprat e shëmtuara e vetë nuk ndalen prej tyre, por ishte nga ata që agjerojnë shpesh dhe natën e kalojnë në adhurim. Lidhur me të, Abdullah ibn Meliku ka njoftuar: unë kam shoqëruar Ibn Abbasin, paqja e Allahut qoftë mbi të, nga Meka në Medinë. Kur u vendosëm në një shtëpi, ndërsa njerëzit flinin nga raskapitja e madhe, ai qëndroi zgjuar gjysmën e natës duke bërë namaz. Një natë e pash duke lexuar ajetin kuranor: agonia e vdekjes do të sjellë të vërtetën para syve të tij, e atij i thuhet: kjo është dita nga e cila orvatesh e të ikësh. Ai zuri ta përsëris atë dhe të qaj me zë gjersa ja dha agu i mëngjesit. Ne mësuan fare mirë për tërë asaj që ai tregoi se Abdullah ibn Abasi ishte njëri prej njerëzve më të mirë për nga sjelljet dhe veprat dhe më i pashmi për nga fytyra. Ai qante nga frika e Allahut në mesnat, derisa i rritnin lotët si gurën e përfaqet e tij të lëmuara e të hishme, shtrati të cilave i gjesonte ciklit të gurës. Ibn Abasi kishte arritur synimet e veta nga madhështia e diturisë. Halifi i muslimanëve, Muawiya ibn Abi Sufjani, atë vit shkoi në haxh. Edhe Abdullah ibn Abasi shkoi në haxh, por ai nuk ushtronte kur far pushteti, as kishte pozit të ndonjë princi. Muawiu kishte një grup njerëzish funksionar të shtetit të tij, por grupi i njerëzve që kërkonte dituri tek Abdullahu ja te i kalonte në numër grupit të njerëzve të halifit. Ibn Abasi jetoi 71 vjet, gjatë të cilave muslimanëve u dhuroi dituri, pregtësi, urtësi dhe shembull për adhurim. Kur erdhi vdekja, Muhammed ibn el Hanefi dhe shokët e tjerë të dërguarit Allahut dhe vazhduesit eminent të rrugës pejgamberit i dërguan atij bekimet dhe përshëndetjet e tyre. Derisa po ja hidhnin dhehun varrin e tij, të pranishmit dëgjuan njeri duke lexuar ajetin kuranor: o ti shpirti i qetësuar, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur dhe kënaqës, hyr te robrit e mi dhe në parajsën time.